Sot është zhvilluar mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak të Maliqit, ku u miratuan disa pika të rëndësishme që lidhen me mbështetjen sociale, financat vendore dhe zhvillimin e komunitetit. Në fillim të mbledhjes u miratua rendi i ditës, si dhe proces verbali i mbledhjes së mëparshme të datës 27 mars 2026. Në fokus të diskutimeve ishin ndihma sociale për familjet në nevojë. Këshilli miratoi shpërndarjen e ndihmës ekonomike deri në masën 6% të fondit për muajin mars 2026, si dhe dhënien e ndihmës financiare për disa familje në vështirësi ekonomike. Një mbështetje e veçantë ju dha dhe një familje në fshatin Belitern, njësi administrative Pirg, banesa e së cilës është dëmtuar nga zjarri. Në fushën e financave u miratua një ndryshim në buxhetin e Bashkisë Maliq për vitin 2026, ndërsa në kuadër të mbrojtjes civile u vendos përdorimi i fondit përkatës nga buxheti i shtetit për përballimin e emergjencave. Gjithashtu, Këshilli vendosi lehtësimin e përkohshëm nga pagesa e taksës së tokës bujqësore për familjet e prekura nga përmbytje dhe dëmtimet natyrore gjatë vitit bujqësor 2026. Në sektorin e strehimit u miratua lista e përfituesve nga programi i subvencionimit të interesave të kredisë për strehim, ndërkohë në mbështetje të jetës kulturore dhe komunitare u miratua kërkesa e banorëve të fshatit Kolanec për organizimin e aktivitetit tradicional Festa e Qershive. Vendimet e marra synojnë përmirësimin e kushteve të jetesës për qytetarët, përballimin e situatave emergjente dhe nxitjen e aktiviteteve sociale e kulturore në Bashkinë Maliq.